Teksa grupet kriminale vijuan sagën e hesabeve të pambyllura, krimet nuk u ndalen as nga dora e dytë. Përgjatë vitit 2025, krime brenda në familje, vrasje për nderin e motrës apo vajzës, plumba për pronën, kanal uji, kafe, drita makine, proshut apo një kal. 2025 filloi me një histori dashurie jashtëmartesore, e cila përfundoi në vrasje. Më 5 janar, Ramazan Mataj u ekzekutua në fshatin Dragoç, në Postrip të Shkodrës, nga djemtë e familjes Hasaj për nderin e motrës së tyre. Një muaj më vonë, më 27 shkurt, 20 vjeçari Pavlin Preka u vra me 6 plumba në oborin e banesës së tij, në fshatin Guci e Re në Shkodër. Vrasja dyshohet se ka si motiv një konflikt që lidhet me dëshirën e viktimës për të fejuar me vajzën e Vasel Koçekut. Mbrëmjen e 2 shkurtit, Asim Gjoni u vra me thik nga babai i tij Hekuran Gjoni në debate sipër të dy në gjendje të dehur. Rolet ndryshojnë në tetor, ku në shkallënur të Durrësit, djali është ai që i merr jetën të atit. 25 vjeçari Marian Kodeli vret me thik babain Pjetër Kodelin. Por si janë rastet e vetme, një baba do të humbte jetën sërish nga dora e fëmijës së tij, këtë herë nga e bia. Ngjarja horror u regjistrua në Fier, ku 56 vjeçari Anesti Rama u mbyt me tel nga vajza e tij, Emalinda Rama, 26 vjeç, në bashkëpunim me nënën e saj, Valbona Rama, dhe Çlirim Dogani, me të cilin ka patur marrëdhënie intime. Për plumbat në 2025-ën nuk kursyen as drejtësinë. Një vendim i dhënë për çështje pronësie nga gjyqtari Astrid Kalaja në fund të seancës i kushtoi jetën. 28 tetori 2025 do të shënonte të martën e zezë me 3 vrasje në 3 orë. Mesditën e 28 tetorit, Marian Kodeli vret me thik babain Pjetër Kodelin. Rreth 2 orë më vonë në Berat, turisti vritet për një kal. 20 minuta më vonë, një tjetër vrasje tronditi vendin, ku 41 vjeçari Filip Shehu vret me thik kolegun e tij, 34 vjeçarin Indrit Ismailllari, në bar-restorantin City Lounge në Tiranë. Duke mbetur tek vrasjet për motive të dobta, në Durrës, armët do të shkrepeshin për një kafe. 33 vjeçari Flori Paluçi ekzekuton më 22 tetor me armë zjarri 23 vjeçarin Aranit Kurti. Më pas, ndaj 33 vjeçarit ka qelluar një 21 vjeçar Daniel Pepa, duke e lënë të vdekur. Kamarieri ka rrëfyer se Sherini pasi Ekspresi ishte i fikur. Gushti do të trondiste Divjakën, ku 32 vjeçari Besmir Kumria u vra me thik për vdekje nga Gjestion Toromeni për kanalin Vaditës në fshat. Një konflikt banal do të përgjalte më 3 maj rrugën për në kishën e Laçit, ku 2 grupe djemsh u përplasën me armë zjarri me njëri tjetrin, me një bilanc 6 të plagosur dhe një viktim, Geri Bitri. Konflikti mes të rinjve kishte nisur për shkak të një aksidenti rrugor, por jo vetëm aksidenti. Shkak për vrasje në 2025-ën ishin edhe dritat e makinës. Kamber Sulçaj, i bezdisur nga dritat e automjetit që drejtonte Eduardo Sarçi, edhe 3 miqtë e tij shqiptar u hakmor me një armë zjarri, duke vrarë biznesmenin italian. Por krimi për shkaqe banale nuk ka kursyer as të miturit. 15 vjeçari Erion Boba u vra nga bashkëmoshatari i tij për një koment në platformën TikTok. 2025-a la pas jo vetëm viktima, por edhe një shoqëri që ende nuk ka mësuar të ndalë dorën.